Një fitore sot, i kënaqur? I kënaqur sepse tregunin ngrind, djem në fushën e lojës është diçka e cila ndoshta neshit e para se kanë kuptuar se janë të bënë një hap madh. Hapi madh mund të them sepse ky kalimi në këtë mosha U21, pra është një moshë e cila tani ata duhet të luajnë futboll si profesionista. Dhe kjo grinda e treguame, një neshje luftuame më bën çefin dhe jam i kënaqur për asaj se treguame. Një përballje me shumë rivalitet dhe luftë sportive. Ishte e vështirë kjo fitore për ju? E vështirë, normal janë gjitha këto neshjet janë është shumë e ngjashme si kampionati i 21-shave, shumë e ngjashme me kategorinë e parë. Pra ka luftë sportive, ka dëshirë maksimale, nuk ruhen lojtarët, nuk ruhen rezerva. Duhet me tregu më të mirën sepse duhet me bë edhe ato, duhet me bë një paraqitje dinjitoze për me qenë aftë për me luajtur me ekipin e parë. Shënon fusi sërish, duke që është kthyer në protagonist të kjo skuadër. Po, është një djalë i cili unë mendoj se ka me ecë përpara, po treguohet shumë mirë edhe si sulmues, në për standardet i shfrytëzon shumë mirë, është një lojtar i cili nuk është vetëm mbrojtës, por edhe në pjesën sulmuese kur del në këto standarde e bën më së miri këtë punë. Vjen mirë për te, sepse kur shënon edhe më mirë në jetë nga ana psikologjike dhe shpresoj që të ecë përpara. Ndërkohë Dela humbet 11 metrash, por shfaqet protagonist me golin e tij. Dela i bani një neshje të mirë, ka ardhur mas një dëmtimit, është neshja e dytë që luan me ne këtë sezon pas një dëmtimit si kaloi. Është një lojtar i cili teknikisht është shumë mirë, duhet të disiplinohet pak më tepër në pjesën taktike, por them se me mënyrën e luajtjes e tij ka shumë aftësi për me ecë përpara. Disa rezultate rrazi pozitive në javën e fundit, ka krijuar stabilitet skuadrën në? Po, tash ajo skuadra po përgjigjet, këto kanë krijuar një harmoni njëri me tjetrin, po japin, po marrin atë që kanë dhënë në seanca stërvitore. Them se është një skuadër e cila luajn shumë për njëri tjetrin edhe ka një kolektiv shumë mirë. 2 pikë larg kreut, dashje pa dashje, mund të mendojnë sportistët për titullin? Po, e mendojnë ata çdo herë sepse ajo kur luan, kemi thënë gjithmonë Shkodër kur luan me vëllain tan me fitu, ato normal se kanë ambicie, por gjithsesi nuk varet vetëm tek ne. Për me shku drejt asaj titullit, varet edhe shumë prej lojtarëve të cilët mundet të bashkëpunojnë me ekipin e parë. Ato Ballshi si është në vendin e parë, ajo pothuajse fut 90% të skuadrës së parë, është pak e vështirë në të tilla situata. Ndërkohë nesër finalja e Superkupës Tirana Vllaznia, një parashikim nga Flori. Unë them se është një neshje fort, më vjen mirë si po lozim një Superkupë në këtë moment. Dhe është një paraqitje e cila duhet të tregoj më së miri vlerat e këtyre ekipe ku janë organizuar që në ditën e parë. Unë them me gjithë përbërjen si ka këto dy skuadra, them se Vllaznia ka më tepër lojtarë se sa Tirana. Dhe në këtë moment riavësimi i disa lojtarëve mund të jenë edhe pika kryesore. Faleminderit. Faleminderit.